Ka ndodhur kjo që po bën ftohtë në kohë të vona, në shkurt edhe në mars. Kjo po na dëmton shumë, sepse po e than kur pema është e qelur me kokra, po na I than lulet edhe kokrat bashk, po kjo është ajo që po na prek shumë masivisht. Sidomos tek varietetet e lashta. Te të vonat jo aq shumë, po te të lashtat më shumë. Këtë hasim si problem. Edhe duhet të ndryshojmë këto varietetet, ose të presim në Zotin nëse ndryshon prap klima. Kjo zvaret në dorë tonë, kjo është ajo. Po nga shteti çfarë do doni të ndihmonte? Nga shteti vetëm subvencione, nuk po themi që të na japi, të na bëj ai dhe neve mos punojmë me, po kur prekemi nga breshri dhe kur prekemi nga ftohti masivisht, na japi një farë që të punojmë për vitin tjetër, se neve kur goditemi një vit, 3 vjet ikim mrapsh. Se do hedhim 20 milion lek edhe s'do marrim asgjë. Mirë, po unë po mora 20 milion lek këtë vit, qysh ja bëj vitin tjetër, të marr prap kredi. Këtë dum nga shteti, që të paktën nga breshri edhe nga ftohti na subvencionoj. Të vinë të na shikojnë në teren, që të na shikojnë qa kemi probleme, qa hasim, të na shikojnë, se nuk po themi na japin lek qyl, jo. Të na shikojnë qofse unë kam problem, vit në subvencionoj. Qofse do dhe paktën t'i sigurojmë pemët, I sigurojmë, po ku t'i sigurojmë? Duhet një zgjidhje se s'bën. Sepse ju punën e bëni, shërbimet ja bëni. Këtu është një zonë që ka shumë pjeshk. Edhe pothuajse me këtë punë po merren tërë, edhe duhen sigurur. Se po nuk u sigurun do ikin jashtë shtetit. Do ikin prap, do punojmë në emigrim, Greqi dhe Itali. Kështu, kemi bërë investime shumë, po duhet një mbështetje madhe nga shteti. Sa sipërfaqe keni? Kemi 6 hektar. Unë me vllain bashkë. Që merr një prodhim afërsisht? Afërsisht marrim te diku te 500 ton. Afërsisht te 500 ton. Eksportohet prodhimi apo është tregu vendas? Jo, pak merr tregu vendas, po më shumë eksportohet në jashtë, vendet europiane, vendet e Ballkanit. Këtë duam nga shteti, që vetëm na subvencionoj, që të hecim përpara, që jo të na bëj bosa, po të hecim përpara që të paktën punojmë për vitin tjetër, që të kemi një farë shprese. Ju keni zgjedhur varietete të hershme me qëllim që të dilni shpejt në tregë? Ne kemi zgjedhur pak a shumë nga tëra llojit neve, që mos të jemi gjithmonë vetëm me një që të goditemi dhe mos kemi të punojmë. I kemi të tëra llojit, po kjo është, domethënë duhet një farë mbështetje që të punojmë për vitin e ardhshëm. Këtë vit skemat subvencionale e kanë parashikuar mbrojtjen nga breshri? Absolutisht, fare, absolutisht. Nuk është futur, asnjëherë s'është futur. Nga breshri asnjëherë. Ka ndodhur shumë vite që jemi dëmtuar nga breshri, s'kemi marrë as 100 lekë të vjetra. Vetëm këtë të naftës, siç e dini dhe vetë, që kemi marrë 10 litra për të lym vetëm këtë. Është domosdoshme që në skemat subvencionale të shtohen edhe problematikat të tjera të juaj që mund të subvenciononi? Shumë e domosdoshme. Nuk po të marrë Greqinë që kemi afër fare, që kemi fqinjë dhe dëmtohet edhe nga kalbëzimi që i bie në tokë, edhe subvencionohet. Nga breshri që është e garantuar. Edhe nga ftohti që shikojnë që s'ka kokra, të subvencionon pak në t'jep një 30%, çfarë do jep të pema 100% dhe të japin 30% që mos biesh për tokë. Po, mos biesh për tokë që se pastaj i bie mos punosh me mot, ikesh në emigrim. Kjo është ajo që kërkojmë neve nga shteti. Merresh me pemtari? 15 vite janë domethënë që neve punojmë këtë kulturë, vetëm pemtari. S'merrim me gjë tjetër. Dhe vit pas viti po shohim pasoja më të ndryshme. Ftohti ma ka goditur në këtë lloj formule, domethënë ma ka lënë qenë me lule, qenë me kokra tëra dhe i ka goditur. Jemi pak të dështur, thuajse të 70% që jemi të goditur nga ftohti. Nuk e di, s'di ç'a të them, domethënë. Punojmë jemi. Si përdohen pemët nga ndryshimet klimaterike? Çfarë do të kërkonit nga shteti?
nga shteti vetëm pjesën e subvencionimit bresi, se te klima s'mund t'i thojmë mëngjes, se s'mund ndërhyj dot shteti, po të paktën kur goditemi në këtë lloj mase, të marrim një subvencionim. Kështu e mendojmë neve. Sa për agronom që ka terreni, kush ka, nuk asnjëherë. Jemi vetë, domethënë i realizojmë tëra vetë. Po rritemi vetë me këto. Agronom s'kemi parë as gjikund. Këto, nuk di ç'a them, nuk di ç'a. Ky vit ka sjell dëme ose Po, dëme nga më të ndryshme. Domethënë kjo pemë duhet kishte 30 kg, kjo nuk do t'i marrim dot as 5 kg. Domethënë jemi të dështuar pa lëviz nga vendi, me fjalë tona, domethënë nga fshati, kjo si thojmë neve. Kjo është, nuk di si të them. Konkretisht çfarë punimesh duhen për tani në pemtore? Punimet janë nga më të ndryshmet. Spërkatje, rallim, hedhje pleu, prap, dapim, bazë që kërkon ajo pema, po me këtë që po shohim neve, sigur s'ma i bën zemra domethënë t'i hedhim atë që i takon se marrim dot më raps. Pse çfarë i trembeni? Pjesës kohrës të ftohtit, domethënë që s'ka lidh ajo dhe nuk ma jep atë rendiment që duam neve. Nëse do t'i hedh pemës 5000 lekë për bim, s'mund ta marr mraps. Do bëjmë një rendiment, domethënë do e përgjysmojmë dapin bazë. Kjo është, nuk di ç'a të shtoj. Çfarë ka bërë klima në bujqësi? Po klima detyrimisht e prishet e jo herë ftohtë, herë ngrohtë. Bien e breshëve prish, kohrët. Ftohti pastaj bën edhe vetëm që një herë ngrohtë e kështu tremet bima. Ka mundësi që ju t'i mbuloni për t'i ruajtur nga fatkeqësitë natyrore, nga breshëri? Ja, do fonda do njeri s'nimon, kush nimon? Shpenzime do. Nuk merrni subvencione? Ja, ata s'vjen njëri fare shofi te pema. Te sera për shembull që kemi ne plerat janë të shtrenjta. Bën ftohtë. A këshilloni me specialistët e bujqësisë për këto ndryshimet klimatike? Kush do vi? Kush s'vjen specialisti? Ne vëm helmet i marrim atje. Ai s'vjen ta shohi serën ose pjeshkën për shembull që ç'a helmi do, ç'a s'do. Kam një serë, unë kam specie, unë ka flutra e brena, helm s'ka brede. Për flutër. A i thot vetë atje, duha helm themu për spërkat për flutrën, se e prish, a i thot s'kam, thot e. S'ka helm të për atë. Që i loj helmet dhera, ta e hoqën, se futën me ta. Si të e bëni tani? Që bëjmë që? U prish, di marim helmet janë e. Po patëm njëri janë e, di marim, s'patëm. T'japi sa t'japi, e vëzhe. Këto ndryshimet kaq të mëdha të klimës, çfarë probleme sjellin në bujqësi? Po e prishin ato, se bën një herë vap atje, një herë ftohtë. Ajo klima s'është stabilizuar, që t'jetë, ja di që vap, sot po bën ftohtë, për një herë. Serën se hap do të gjithë, do mbyllësh. Ajo brena, sa bëja? Prishin ato. E ndjeni që keni nevojë për mendimin e specialistit? Po ne ndjejmë, po kush vjen me? Se s'ka specialist, kush do vjen? Ata që shesin helm, ata s'janë agronoma. Ata janë tregtarë, ata do shesin ato e. As kundrejt pagesës nuk vinë agronom? Ja. S'ka ardhë asnjëri. Mojnë, s'ka ardhë asnjëri. Ai s'vjen ta shohë atë. Domate as pezë di ça do, ça s'do ajo. Thot vjen ta shohë, hidhi këtë thot. Nga trupje, sa do të. Ose siç molla vjet nuk ka sarves në i vogli, në i me gjema, kemi kontrataj. Vind agronomi. Se kishe vetë ai agronomi. Vind atje, thoshta hidh këtë. Ai mirë di lej. Se vind ai vetë e shikonte. Ai vjen për ditë. Se kishte edhe interesin e vet. Po këta s'vin. Nuk vinë sepse nuk i paguani apo nuk kanë interes? Mua ata s'vin fare. Pakesi po e bëjmë helmet, lerat. Tani bëhet spërkatja. Derisa të fillojë të bëjë lulja, të bëhet kokra për rallor, do ta rallojmë pastaj pas rallimit bëjmë në spërkatje prapë, i hedhim ple. I vadisim këto janë. Ka një kalendar punimesh ka.
dhe ndryshimi I klimës e prish këtë kalendar? Si e prish, sidomos ftohti tani, ja, të bjerë një ftohtë tani, këto ngritë, këto I thanë tani. Ja thanë, se ishte fruti, ose ishte në lule tash, ajo aq do, s'ka fuqi. Dëmton shumë. Sidomos e breshi, që ram pakara, që janë shumë I godet ato, eliminon kështu, 100%. Po ju konsultoheni me agronom apo me specialist? Po ku ka agronom? Agronomi çfarë thashun? Agronomi rrin karriket atje, thotë, çfarë themi ne, dum këtë? Dum këtë na. Se dije çka ka pem atje, çfarë smuni? O për morrin, o për vrugun, kalbëzim. Ne vet. Ju keni kërkuar agronom dhe Po ku do kërkosh, s'vini herë. Ne kemi të rim hidhi që kemi ne këtu, I vemi marrim me tëra atë ilaçet atë. Edhe hidhi këtë. Por as shikoj se po më tha domati atë mun. Jo ka nga rrez, hidhi këtë me gota. Ja kemi bërë prap I degraduar. Nevoja juaj është që të vinte fizikisht I shohin. Po të vinë të shohin ti se atje duket te toka. Po nga ajri, shqipje.